رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah e stëndërshëm, sande të flasmi, inshallah, mbi disa shenja të mbarimit të mirë në këtë jetë. Edhe pse besimtari është duke jetu në këtë dunja dhe është duke bën vepra të mira. Kjo është prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala që na e ka dhënë. Pasi që besimtari nuk e di mbarimin e tij se si do të mbaron me vepra të mira apo do të mbaroj jeta e tij me vepra të këqija, Allahu na rujt. Prej sunetit të Allahut subhanahu wa ta'ala është që e ka vënë në tokë se njeriu mbaron jeta e tij thuajse në ato vepra që vazhdon, në vepra të mira apo në vepra të këqija. Për këtë secili prej nesh duhet ta lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu na furnizon me vepra të mira dhe të na mundson që jetën tonë ta mbarojmë apo dalmi prej kësaj dunjaje me vepra të mira. Se Allahu subhanahu wa ta'ala në ka të regu se nuk ka mundësi njeriu të hinë në xhennetin e Allahut subhanahu wa ta'ala pa bë vepra të mira. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka të reguar në një hadith, ka thënë se ashtu si jeni duke jetuar, ashtu do të vdisni. Ashtu si do të vdisni, do të ringjallni para Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk ka mundësi një person të mbjellje rrush e pastaj ai të korrje thera. Asnjëherë. Ai i cili mbjell rrush, ai shpreson një ditë që ka me hangër rrush. Dhe nuk ka mundësi dikush që t'i bën padrejtësi dikujt, t'i bën zullum, t'i hindër hak vllavit të vet, t'i hindër hak ulemave të dinit të Allahut që jeta e tyre ka dëshmu për sakrificën e tyre dhe mundin e tyre, e pastaj mbarimi jetës të tij të jetë me mirësi apo me diçka që Allahu është i kënaqur, Allah është të ndershëm. Nuk ka mundësi që ti nëse i ban zullum dikujt apo tenton që ti të jesh bita e ul autoritetin e dikujt, e nënshmon ilmin e dikujt, e nënshmon sjelljen e dikujt dhe mendon se vetëm ti je ai i cili e meriton që të jesh në këtë dunja dhe të vetesh vetëm ti. Nuk ka mundësi për shkak se prej çasoj balte që je kriju ti, është kriju edhe tjetri. Prej çati dheu që të ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka kriju edhe atë tjetrin, por vetëm se mvaret se çfarë sjellje dhe çfarë edukate ki. Për këtë ne si besimtar, si musliman, Allah është të ndershëm, pasi që ne e kena pranu pejgamberin e Allahut, pejgamberin të Allahut, atëherë patjetër të mirëna moralin e tij, të mirëna sjelljen e tij, të mirëna urnek dhe model veprat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atëherë nëse veprojmë në këtë mënyrë,
Allahu thot në Kur'an, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ban padrejtësi askujt. Allahu nuk i ban padrejtësi askujt, se Allahu subhanahu wa ta'ala është i drejtë. Për këtë Allah është të ndershëm, ai që don ti nështrot Allahu subhanahu wa ta'ala, ai cili e qel zemrën e tij për me hi në zemrën e tij dituria dinit Allahut, ai do të shpëton. Në Islam nuk ndahen njerëzit kur ti thrash në dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse marrna dhe kthena mbrapa dhe shikojmë pejgamberin alayhi salatu wassalam, Allahu thotë kam shumë mëshirë për gjithë krijesat. Qatë ilm, qatë davet që ja ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam Abu Bakrit, ja ka bo edhe Abu Jahlit. Qatë davet që ja ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam Ali bin Abi Talibit, ja ka bo edhe Abu Lahebit. Qato orë që i ka sakrifiku pejgamberi Allahut me Abu Bakr dhe Ali bin Abi Talib, i ka sakrifiku edhe me tjerë. Por Abu Bakr e ka hapur zemrën e ty dhe u ka furnizu zemra ati me iman. Abu Jahli e ka mbjell zemrën e vetë dhe ka thi qafën në Jahannam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë Ali bin Abi Talibit, se ty 2 orë t'ja mësim, Abu Lahebit 2 minuta. Ja, edhe atë e ka thirë në din, edhe atë, për ai ju ka nështru urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, Abu Lahebin me shtaga gjujtën në varë prej qelpsinës që i vinke era qelbët që i vinke ati Allah së të ndërshëm. Për këtë, ti qelë në zamrat dhe të vazhdojmë në vepra të mira që të na vjen atë moment kur të na vjen e gjeli, t'ja dërzojmë shpirtin Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu sikur është i kënaqur siç don Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse Allah së të ndërshëm të flasna për simptomat apo shenjat e mbarimit të mirë, për shkak se Allahu subhanahu wa ta'ala frymën e fundit e kalon sekret. E kalon të fshehur, që ti çdo herë të jesh aktiv, që ti çdo herë të jesh në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala, ti çdo herë të jesh i përgatitur, për shkak se nuk e din kur të vjen melekul maut dhe ta merr shpirtin. Allahu thot në Kur'an, inna Allaha indahu ilmu s-sa'a wa yunazzilu l-ghaytha wa ya'lam ma fi l-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në këtë ajet në surat Luqman, thot padyshim që vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala e din orën e fundit, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ai e din që kur do të bjen shi, ai e din çka ka në mitrën e nanës, dhe ai vetëm e din në cilën tokë do të vdesis, në cilën vend ka me ta marr Allahu subhanahu wa ta'ala shpirtin, dhe ai e din se çka ke me vepru ti nesër. Allahu subhanahu wa ta'ala është i dijshëm për çdo send hollësisht. Sa herë planën e kena bëhe, nesër do shkoj atje, dhe ta bëj ketë, shkon të puna ndrohet plani. Sa herë ti ke bo planet tuja janë thi. Sa herë sende tjerat janë ndryshu gjatë punës tënde. Atëherë, tërisa që në nuk e dim se kur do të vdesmi, atëherë e kena vajib, e kena obligim që në mëngjes, në mbrëmje, natën, ditën, që ne ta lutna Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na furnizon me vepra të mira, që të na marrë shpirtin Allahu në ato vepra të mira. Kështu është vepra e të mençurve, ato të cilët janë të zgjut. Ai çdo herë tenton ta shpëton veten e vet, dhe ai çdo herë vepron tenton që të bën vepra të mira, që ta kënaqë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë lusbi Allahun që Allah inshallah të na falë gjunahet tona dhe të përgatitemi që ne të takojmë Allahun me vepra të mira. Përgatitja Allahut të ndershëm për fundin e jetës, për momentin kur vjen melekul maut me na marr shpirtin, bëhet në 2 pjesë apo në 2 mënyra. E para bëhet me përgatitjen e zemrës.
E para, me pregadit zemrën, do të thot që zemra jon të mbushet me dituri, me ilm, me prezentu ligjëratat të dinit Allah subhanahu wa taala, me lexu libra, me lexu Kur'an, me mësu emrat e Allahut, me ditë cilësitë e Allahut, me njoh fen e Allahut. Kur do të mbushet zemra jote me ilm, me dituri, kur zbret mëshira e Allahut subhanahu wa taala, atëherë ti e njeh Allahun dhe tenton çdo herë të jesh në vepra të mira dhe e vet kontrollon veten tënde. Se dituria të ban. Pse shumer fëmijë kur shkojnë te rrima i thënë xheç. Sa i nuk e din, ti e mëson. Ai kur ti thosh xheç, ti ta xheç, edhe ai mos si shkon atje i kujtohet që i ka thonë dikush mas. Edhe ti kur ta kujtojsh me vepra, kur do të lexosh dhe të njohsh Allahun tan, krijuesin tan, emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të larta, atëherë ti zemra jote do të nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala. E dyta është pregaditja me vepër. Ke para me pregadit zemrën. E dyta është me pregadit me vepra. Siç pregaditet me vepra besimtari, pregaditet Allahut të ndershëm duke i çu urdhrat e Allahut në vend. Pregaditet duke u largu prej ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Pregaditet që vepra të jetë e sinqert, të jetë për Allahun subhanahu wa taala. Mos ketë asnjë send tjetër në veprën tënde, në jetë tjetër. Vepra është Allahut të ndershëm pregaditet kur vepra jote të përputhet me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse vepra jote nuk përputhet me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ajo vepër nuk pranohet te Allahu. Pregaditet njeriu duke kërkuar falje te Allahu subhanahu wa taala për të mëtet e veta, për gjunaat e veta. Dhe kush vazhdon në këtë rrugë, në këtë qëndron në ta, atëherë bi idhnillahi taala shpresojmë te Allahu që jeta mbarimi i tij do të jetë mbarim i mirë. Nëse këto nuk ekzistojnë, nuk ekziston ikhlasi, nuk është sipas sunetit pejgamberit alayhis salam, nuk kërkon ikhlas, nuk kërkon falje, nuk largohet prej ndalesave, nuk i çon urdhnesa, atëherë Allahu të ndershëm rreziku të kthehet ti. Për këtë Allahu të ndershëm thanë që ne do t'i cekna dysa prej veprave apo simptomeve që njeriu nëse vdes në këto, inshallah ka mbaru me jetë të mirë, inshallah. Dhe lusëm Allahun subhanahu wa taala që inshallah Allah na e pranon veprat. Nëse na i pranon veprat, Allahu të ndershëm Allahu subhanahu wa taala, Allahu na ka mëshiru. Në prej selaf ka dhënë do parë sadaka dhe i ka thonë djali vet, Allahu ta pranov të bab. Sa dordhan tje. Ka thonë me ditë se vetëm 1 dirhem, jo këto që kam 1 dirhem ma ka pranu Allah. Sa kohën, sa jetën, kisha dëshiru tash të takoj Allahun. S'du tjetër, do të thot jam frikë. Kurse ne i jap mizor dhe tentojmë që Allah vetëm mu ma pranon, kërkuj tjetër si ja pranon. Vetëm mu në hak, tjetë kret në batil. Kjo është musibet, Allah të ndershëm. Lusëm Allahun që Allah të na shpëton prej zjarmit të xhehenemit. Allah të ndershëm, prej shenjave të para është që njeriu e ka mbaru këtë jetë në mbarim të mirë, është ai i cili e shpreh shahadetin në çastet e vdekjes. Thot shahadetin në momentin e vdekjes. Hadithi që ka ardhur nga Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-janna." Rawahu Abu Daud. Thot kush e ka fjalën e fundit në kësaj dhunjaje, la ilaha illa Allah, thot do të hijë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Lusëm Allahun që inshallah fjala e fundit e jon të jetë fjala e shahadetit Allahut të ndershëm. Në hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur nga Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illa Allah." Rawahu Muslim, transmeton Muslimi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot bonja tallkënin atyre të cilët janë duke vdek. Thoni la ilaha illa Allah. Tallkëni Allahut të ndershëm apo tallqini do thot ndahet 2 pjesë. Talqini ndahet 2 pjesë. E para është ndahet në momentin kur të e dhon shpirtin.
Dhe kjo është sunnet i pejgamberit alayhi salatu wasalam, që kur ta shosh njeriu që ti dol shpirti, i afrosh ngat dhe i thue la ilaha illallah, apo i thue shahadetin, me butësi, me urtësi, ja kujton ati ngadal, që ai ta thot, e nxit, kadal, i thue që kush del prej kësaj dunjoje me shahadet, do të hyen xhenetin e Allahut. Mos i bosh, e bizuar, e trishtona ai boll që ka sikletën me lekul maut që janë nxjerr shpirtin. Ruinazat në momentin e fundit duke tia këtë shahadetin e ban me thona që s'pe tham se kam siklet, Allah na rujt. Po do thot thuaj shahadetin, ta lecon, do dash para Allahut, Allah ta fal, hin xhennet, dy prej kësaj dunjoje me shahadet. Kështu na ka mësuar pejgamberi Allahut. Do thot që atruni ti prej sikletit të madh që e ka, a do që ta pranon dhe ta thot shahadetin. Dhe kjo është Allah të ndershëm, ulemonët e dinit, disa prej ulemonët e dinit Allahu subhanahu wa taala kanë thonë që ja thue apo edhe ja kujton veprat e mira derisa ai të mendon mirë për Allahun subhanahu wa taala. Allah inshallah na bën prej tyre. Pjesa e ditë talqinit apo talkanit që e kënojnë është bidat. E para ke sunnet, në momentin kur i del shpirti, do të më ja thonë. Hadithi është për momentin kur i del shpirti. E bidat është kur pas vdekjes së tij, pasi që të varrosat, del njoni prej hoxhallarëve pa më parasysh kush do qoftë, do thot apo një xhamatli dhe thot thuj la ilaha illallah. O filan, biri filonës, thuj la ilaha illallah. Kujtoj atë premtim, atë kontratë që e ke pas në dunjoj, e kështu me radhë. Kjo është bidat, nuk o prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse se nuk ka mundësi, do thot, ati mi sjell dobi pasi që janë mshel derët e ty. Janë mshel veprat e ty. Ai nëse nuk e ka njoft Allahun sa o kon gjallë, nuk ka hinë xhami, nuk ka lexu Kur'an, se ka vu kokën e vet në sejdë kur për Allahun subhanahu wa taala, vallahi nuk i sjell dobi aty kot. Hoxha vesh gjersohet aty jep zor pak, apo mërdhifët si të ftohet, a dhe qatë, qetër kur gjo hiq. Do dhe të siklet hoxha e vetës, ati nuk i sjell dobi se ka mbaru që është ati. Veprat e ti që i ka bo, që ato kanë mi sjell dobi Allah së të ndershëm. Dhe këtë vepër që i bod nuk ka bazë kërkundi. Do dhe të në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse se ai që jeton me fjalën la ilallah, dhe ai që jeton me vepra, ai vallahi dhe të thotë në momentin e vdekjes, në momentin e fundit, sa i ka jetu me ta. Tregohet për një burr i sinqert me bashortën e vet të sinqert, ka ndalë Allah së të ndershëm që të bojnë umra, që të dalën të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala në Kabe. Dalën burr e gru, agjerues, namaznate, misht Allahu, do të afër Allahut me adhurim dhe ibadet, dalën, por para se me dal, merr kjo gruaja dhe shkruan vasijetin e vet, testamentin. E shkruan, pasi e shkruan, e le letrën, i përqafon fëmijët e vet, i pudh fëmijët e vet dhe fillon të qaje. As kjo se di se e gjeli kam i arë kësaj rrugë. Kanë shku, kanë bo umrën, duke u kthia në shtëpi, dhe do të donë Allah subhanahu wa taala ta sprovohen. Pse Allah së të ndershëm? Allahu donë ashtu. Prapton të kjeri, del bashortja prej kjerit, burri del anën tjetër, dhe e shet që shoqja vet është në fundin e jetës. Dhe do të mbaron. Para mendojni vëllezër të ndershëm, në qatë musibet, qatë fatkeqësi, ajo të thonë la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para mendo, të thonë la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dhe i thot bashortit të vet, afallahu anka, Allahu të fal ti o burr jam, takimi juan është në xhenetin e Allahut. Të falt, o Allahu o burr jam, se takimi jon do të jetë në xhenetin e Allahut, bani të fala familjes time dhe ja dorëzon shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Pse Allah zot të ndershëm? Do thotë kjo është Allah të ndershëm se kjo ka jetuar me këtë fjalë. Shtëpi e cila u ka ndërtuar me iman. Shtëpi e cila u ka ndërtuar me Kur'an. Shtëpi e cila u ka ndërtuar me dhikr, me përmendjen e Allahut. Shtëpi e cila u ka ndërtuar me agjerim. Shtëpi e cila u ka ndërtuar me namaznate. Shtëpi e cila u ka ndërtuar me devotshmëri.
shtëpia e cila shkon larg mëkateve, shtëpia e cila shkon afër adhurimit të Allahut subhanahu wa taala, pa gibet, pa mbartje të fjalëve. Dhe kështu Allahu ja ka mundsuar të japë shpirtin Allahut subhanahu wa taala me vepra të mira. Dëgjoj rastin tjetër, i cili nuk i ka pas për Allahun subhanahu wa taala. Tregohet nga Abdullah ibn Ahmedi, thot rahimahullah, thot kuntu atuf hawl al-Kaaba. Tha isha duke bëu tavaf rreth Ka'bes. Tha po e shoh një njeri është ngjit për perdhët e Ka'bes dhe thot: "O Zot, më nxjerr prej kësaj dunjoje musliman. O Zot, më nxjerr prej kësaj dunjoje musliman. O Zot, më nxjerr prej kësaj heci bëj tavaf. O Zot, më nxjerr prej kësaj dunjoje musliman." Kur një fjalë tjetër thot se shton. Hiç, asnjë. U çudita. Më nxjerr musliman? Unë po kam qef o Zot, alim, o Zot, shahid, o Zot, ket, o Zot unë në hak, o Zot, o Zot, o Zot. Kitot o Zot, më nxjerr prej dunjoje musliman. Tha as do të ishte mirë ta disha ngjarjen e këtij. Pse ki vetë këtë fjalë, nuk shton tjetër. Unë kur dalsha kur shkon çopë them o Zot, ma shto rreskin, o Zot kështu, o Zot mi bën evlat kështu, o Zot, ki vetë më nxjerr musliman. Nxjerrëm për kësaj të vdes musliman, se s'po dihet fundi. Tha u afrova dhe i thash atij, çka është ngjarja jote o Zotni? Tha unë i kam pas di vëllezëri më të mëdhej se unë. Kanë bë vepra të mira, vepër dinit, që kush e bën atë vepër do të duket ditën e Kiametit. Para mendoni. Thot 40 vite ka bë ibadet vëllavi jam. Thot kur i ka ardhur vdekja, na ka kërkuar Musafin, Kurani. Tha ja kemi prunë. Kur ja kemi dhënë, tha këtë duke menduar se do të marrë bereqet prej Musafit, që të letohet momenti i darjes shpirtit. Thot unë e mohoj këtë Kur'an çka ka këtu. Allah i na rujt. Pastaj vllavi i dytë tha 30 vite ibadet. Adhurim, çat njëtin adhurim, çat njëtin punë. Thot kur erdhi momenti i vdekjes, dha ai e lipi Kur'anin, njëci i pari. Tha kur ja dham, duke shpresuar se ai do të kërkon prej Allahut ndihmë dhe mëshirë. Tha e mohoj këtë Kur'an që ka këtu. Qafir për kësaj dunjoje. Tha jam tut, o Zot veç më nxjerrën për kësaj dunjoje musliman. Pastaj i thash, po çfarë vepra more, çfarë sekreti kam pas to? Pamje mashallah. Thot i kam përcjell aurrietet e grave të huja. Syt 5 banka të gratë e huja. 2 në Ballkan, këshir në një. 2 ludhës, pin kafe pi, këshir kam të grave të huja. Këshir flok të grave të huja. Aurrietet e grave të muslimanëve i kam përcjell, tu di. Dhe i kam përcjell, i kanë dash fëmin pa mjekra, me epsh. Vetëm to i kanë dash. Allah i na rujt. Për këtë në Islam, burri më shumë i rritur, me fëmin që s'ka mjekër hala, është ndalu me mu vetmu edhe me hecgat. Normal nëse nuk i ka evlat e vetë flasna. Nuk e preferume. E thot për këtë, thot i kam përcjell aurrietin e shtëpiave të muslimanëve, grave të muslimanëve, dhe për këtë thot unë jam tutut dhe lusë Allahun dal për kësaj dunjoje musliman. Shikoni Allah së të ndërshëm, ka bo vepër, por një jeti nuk e kom për Allahun subhanahu wa ta'ala. Shikoni sa rrezik është, ruinazat me marë një fotot një vajzës të huj me shpërnda në Facebook. Para mendojni, një fotot të një gruës të huj. Ruinazat, musibet o lezër të ndërshëm. Allah i na rujt të kemi kujdes se çfarë vepra veprojmë. Kurse ndjarja tjetër o lezër të ndërshëm, është shkon një doktor në Abha, në një qytet të qyteteve të Saudis, duke ligjërua me një universitet, një fakultet, atje, do thotë fakulteti i gjynisë femrore o kanë, sa atje janë dame fakultetet, ka shku ki doktori, ki hoxha me ligjërua. Duke ligjërua, gjatë ligjërimit e ka përmend ngjarjen e Mashitët ibn Firaun. Ngjarjen e Mashitës asaj gruas që ja ka krep flokët vajzës të Firaunit. Dhe ai saj kur i ka rënë një ditë krani prej dore, dhe ajo ka thënë bismillah. Kjo vajza ka thonë pse? A emnin e babës teme përmend? Thotë jo, pe përmendi emnin e Zotit tanë dhe të babës tanë dhe të Zotit tem. Thotë pse, a ka Zot jashtë babës tem? Thotë po, është ai që na ka kriju gjithëve. Shkoni tregon ai vajza babës vet?
Thot pse, po dikush I besoj ka dikujt tjetër? Allahun? Pa. Dhe I thot, ose kthe prej kësaj që të thon, ose fëmin tuj ti marr nga një do t'i gjuj në zejtin do t'i djek. Do t'i shkrin. Dhe duke ligjëru hoxha, duke tregu se si ka marr nga një fëmijë ja ka gjujt në zejtin, thot vetëm se pe shoham njana prej studenteve po piskat me zon të nalt. Po qanë në salën e fakultetit. Së ngjarja është kërkar të fëmija I fundit, shkurt për mshëgjarjes, që mës qese jo e qartë, dhe kërkar të fëmija që e ka pas në gji, pak ajo u ka trishtue, ju ka dhim fëmija në gji. Kjo prej fëmime që ka fol në gji, është kjo ka thënë, ojnon, mos u friksa. Gjuje vetën në zëjtin të nxehet, thot se vallahi ka me të shpëtun ditën I kiametit. Se jenë hak, dhe pastaj ka marrë me fëmi, me asoj kretja ka gjujt, dhe thot I ka mit. Hadithi është më I gjatë, po shkurtpet. Pastaj kjo vajza kur dëgjon piskat shumë dhe bjen tokë. Thot ishte e veshë, Allah I na rujt, jo veshë që lip Islami. Thot unë quhen disa nxanse, disa shoqet e saj, thot e kanë kap dhe kanë nxjerr jashtë sallës. U ka qetësu, I kanë qit pakuj dhe u ka kthi. Kur hien hoxha është duke vazhduar ligjëratën, duke treguar ngjarjen që ka ndodhur, duke treguar se kjo grua çfarë besimtare, sa e sinqert 5 fëmijët e saj I ka pa tu ja fuk Firaunin zejtin, tu zi zejtini, tu vlu, thot edhe ajo nuk ka kthi prej fejes të Allahut. Neve di shuplaka, di fjalën dhe vallai siç shkoj në xhami, vallai thënë në ti terrorist, tash që u ka nxjerr situata, mohabetet me diumet, gazetat, dallaverxhita, kupton, ka krejton, ta kupton. Tash thot kuku me çpanë ty në xhami thënë në ti, shtyn list, vin ligji, kur tash zjen në xhami jupën pi namazit, u pi subhanallah. Çka po bëjmë ne kamerat në live po japim, kamerat në ligjëratat tona. Ne mësojmë vetëm hajër dhe edukat njerëzive, ja u çel misit njerëzive, se si duhet ta adhurojë Allahu subhanahu wa taala, si duhet të jetë zemër I pastër, si duhet të jetë dorë pastër, si duhet të jetë si pastër. Kjo është dini Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajo nuk ka shlupej. Dhe kjo duke kallzu këtë 5000 prap vikat dhe hub vetdijen. Marrën, e nxjerrin jashtë, I gjujnë ujë, kthellën ka dalbe. Boje. Pse po piskaç, çfarë ka I sikleti? Kthehet prap, përstreti pastaj fillon hoxha me kallzu për mirësitë e xhenetit, për knatësitë e xhenetit, kallzon për dënimin e zjarmit, tha kur ka piskat me një zon çuditshëm tha ran tokë dhe s'po lëvizet më. Pastaj thotë kena marr, kena nxjerr jashtë, I gjujnë ujë, sjello, pshtjello, dikur kthehet dhe I thonë thuj la ilaha illallah. Tha I s'po thojke, thuj la ilaha illallah do shpëtojsh. Veç tha tu lëviz buzët, alhamdulillah thot shahadet. Tha ju dëshmoj dhe ju garantoj që pesho karrikën teme prizarbit xhenemit. Ju dëshmoj që jam të pa karrikën teme vendin tem në zjarr xhenemit. Ju dëshmoj që jam të pa veten karrik prej zjarmit, tha dhe vdiq. Çfarë vepër ka bë Allahu e din. A peshe? Si mos jetosh me xhami, si mos jetosh me Kur'an, si mos jetosh me vepra të mira, di prej shenjave vallallahs të ndershëm që vdesë njeriu. Për alamet të mirë është duke I dashur shpirti I gjersot balli. Ka gjers ball. Do thot kur të ketë gjers ball, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që transmetohet hadithi nga Burejda, thot që kur kam shkuar në Khorasan dhe kam vizituar një vëllai tem dhe kam gjetë momentin e vdekjes, thot dhe kur e kam pa tha gjersat në ball, thash Allahu Akbar. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë që vdekja e besimtarit është me gjers në ball. Kjo është vëllai të ndershëm që njeriu dikush vdes me gjers në ball, kur ti bëhet gjers ball, dikuj kur ti bëhet me xhak balli, dikuj kur ti bëhet me dhe balli, dikuj do thot varet Allah subhanahu wa taala në çfarë vepra jeti. Por a do thotë se secili kur ti gjersohet balli, ai shkojnë në xhenetin e Allahut? Vëllai të ndershëm, është e çuditshme. Për këtë duhet ta dimë se çka të veprojmë. Bëjmë vepra të mira që na gjersohet për vepra të mira balli, që të jetë alamet që ne kena shkuar te Allahu subhanahu wa taala me vepra të mira. Se atë që e ke mbjell çat ke me korr. Është një ngjarje e çuditshme, bashkohore vëllai të ndershëm, që një djalë I ri ka dash, do thot një djalë I ri ka dash Allahu që në moshën e tij të re t'ia marrë shpirtin.
Por ky djalë ka bo një vepër të shumtun. Ky djalë ka pas faqe të internetit të filmave të fliqur. Zinas. Dhe ka pas grup që ja u ka quë slikat, filmat dhe ato ja kanë shpërndar njerëzive. Kodat e faqës dhe shokëve rrjedhinja kërkush si ka pas, përveç këtij. Çdo herë foto, filma, don Allah ja merr shpirtin. A këto kush ka punë me internet e din, këto automatikisht shkojnë. Do t'i e ke bëja, do thotë nuk ka nevojë të cilën të bësh send. Do thotë ato vetë i shkojnë i shpërndahen. Para mendoj thotë ka vdek ky person, ka hinë varr, veprat e tij nuk janë ndal. Sot e kësaj ditë. Derisa nona vetë ka pani natë nëndër, se po shkojnë do fëmijë dhe pshurin mbi varr. Shkojnë fëmijë e pshurin mbi varr. U ka tranu çka o puna. Pse? Derisa këta pastaj e kanë zbulu që kia kanë shkak që ka shpërnda filmat fliqur, fotot grave të huja, e ka prish moralin e besimtarve, thot derisa janë anku në atë firmën ku e ka pas hapur atë sajtin, thot nes mujna me ba as një send për shkak se këtë kodat që në kondorën ati. Para mendojni. Sa vetë jetoje kja, sa dhe të shkojnë këtë më katën bita, për këtë ke kujdes ka shtip të staturën të ande. Ke kujdes qëfar faqe qelë, ke kujdes qka pëban, ke kujdes se vallahi para Allahut ke me dalë. Dhe më katët tuja nuk kanë më ndërprej. Allah i narujt, për këtë Allah së të ndërshëm, të kujdesmi se qka veprojmë dhe qëfar vepra bajmë. Po ashtu Allah së të ndërshëm, prej veprave që është alameti i mirë që mbaron jetë e ti, është me vdek natën e xhumas apo dytën e xhumas. Do të thotë, kush vdes natën e xhumas apo dytën e xhumas, ai njeri do të mbrohet prej fitnës provës të varrit. Por normal duhet të bëjmë vepra të mira ne. Nëse jemi vepërmir dhe bëjmë vepra të mira dhe vdesim natën e xhumas apo ditën e xhumas, inshallah don Allahu do të kemi prej tyre që do të mbrofna prej fitnave sprova të varrit. A më rrujnë zot nëse ave për keq. Në tokat arabe vëllezër si zakoni bëjnë darsmat xhumon prama. Xhumon prama për keq të kujdesni vëllezër të ndarshëm. Se nuk ka kush do thotë të ne bën për natë më tash darsma. Por pa më parasysh, nëse çfarë do natë të bëhet, nëse ti e bën sipas Kuranit dhe Sunetit, inshallah do të shpërblesh te Allahu. E thot një natë prej darsmave ishte, ai ishte natë xhumon prama, po ishte natë zez për dikant. Thot i ka marrë ato që kena darsma që shban, thot dhe kanë shku në atë pallatin, atë venin, ku i bën dars në atë restorantet, e sant dhe atë binën e keni pa që i pin kcejnë ata. I natë ishim në darsëm, ne dikush na thirrë, darsëm islame dhe po thot, "Hoxha, a jeni gati?" Thash inshallah don Allah. Tham koj ke darsë më thot filan lokali, thash shko thuj ati pronarit, mos na e bojnë eva ati para hoxhallarve, atë si janë cumi jalon ative do thot këtive tuponave të kcejnë atë i përpara dhe dalën të bëjnë halë të qashtrisën, s'din qish kcejnë, a këptan, i përdredhin kom, të në mullën e i vojë me fuka kom se shtiklat e nalta, a këptan. Thash, po në ti qesa të tavolinat e të zonat, vëjnë, tha Allah i shpërblep se s'u bashku mendja hiq hoq. Kur shkuam, i kish pregadit, tamam, dhe ju thoma ti me konobaru, musliman, kur tash një që i ka darsëm islame, ne nuk cejna pas dersit, s'na kalon mend, ne mend i kena në krije, alhamdulillah. Thot dhe, po ja fillon atje, kanë marrë një striptrizat, shishi thojnë kësoj, që këcen ati për para, ma shumë e vdeshet, që i dradhohet del ati. Do thot, e kanë marrë ajo, po ju kënan, e po këcen, e po shashtriset, para se marrë në usja, me sahat. Tha, tu këcije, tu dredhue, tu sakatue, tha, kur ra, dikur. Ra, për shkën e fkazit quhu, si shumë ketë shmbetën, s'ka, ajo ndim sa, sa ato i këmarën, kanë ndims me veti, a këptan, lodhët kjo nisën qetra, a këptan. Thot, unë ja di zanatin, thot, afronja vëshnikin e radionit muzikës, dhe ip një zonë, se kësaj, kur ti mshoj e zoni muzikës fort në vesh, aja kish dit zanatin. A këptan, ajo këcen, zë shejtoni të reaktivizot a i forti. A e tha, afro vëshnikat s'ka, shlozonin muzikës s'ka, kur vjen zër kish pas ati na i doktorica, apo na i motër medicinale, e këton thot pas ka vdek. Qka?
Para mendo, lakuriç. Kur thonë ka vdek, stakfirullah, mule një pishkir me jafuk dhe ta mlojnë. Edhe ju stakfirullah se ka vdek tash, edhe du të mjamlu kom, edhe gjiksin, edhe flok. Se i dini ato që shkëcejnë, në kuptan. Tha, ja fukshim ata baën, mantillin, tha, ta mund të e këshirë, tha, ju shpalofshin kamt. Vet? Tha, shkoj ke në prej grave, jam lojke kamt, tha, ju shpalof ke gjiksi. Ju mlofet, tha, vetë u shpalovke, si rike, tha, mantilli, pas dekes vallahi në trup. Tha, kur e kimi pa atë, trishtim, tha, e kina thirë burrin e saj. I kimi thonë, ajde se gruja jote, ka thaj qafën. Dhe, tha, kur vjen burri vetë, kur e shë gruën e vetë, lakuriç. Lakuriç, s'mlohet. Kim ndejerin shtaj ta mloje, kalon pëvaqit se cula ka one i ka pru pare të shpija, e qetat shimagin, e din ato të kuqët që i mban. Edhe t'ja fugje. Ta mloje, se kam për i donë, gjiksi ka dalë, culak. E culak ka konë tër jetën, e shtaj se dëvdese, ka thi qafën. Tha, po jam lënë, tha, ta mund të e këthi kryen, tha, i shpalot gjiksi. E kren shimagin knejna, atë shamien, tha, tu pritë dy mardë, i ndronë kam, edhe kështu më radhë, le nëse kaq, para mendojnë i vëllai të ndershëm, e kanë marrë dhe e kanë shumë me la gjenazën. Thot ajo motra të cila e ka lë gjenazën, thot kur e kam lidh qefinin, as qefini s'ju lidhke. S'ju lidhke as qefini. U shpalovke. Lidh kam, tha u shpalovte e krija. Lo krija, tha u shpalovte kam. Se gjenazja është që lidhet dhe im lot ke trupi. Subhanallah, para mendojnë i lezër, lakuriç ka ecë në dunjo, lakuriç ka me darë, lakuriç në varë, lakuriç ditën e kiamet Allah na rujt. Do thot, a peshe, qysh tjetajsh, qashtu ki me dal para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pashtu vëllezër të ndershëm, kena vepra tjera të cilat janë që nëse vdes njeriu në atë moment, nëse vdes njeriu shahid në front, ai është alamet i mirë që shkon te Allahu subhanahu wa ta'ala, veç pikat për i ki. Nëse në herë tjetër, e thot nëse është në frant dhe ndron jetë, ai shkon te Allahu subhanahu wa taala alamet i mirë, nëse vdes në rrugë për në frant, edhe ai është shahid, dallot i pari slat, i dyti lat, e kështu me radhë, dhe këto janë dy sadakat mbi 10-15 pika tjera të cilat janë nëse do thot njeriu besimtari i ban këto apo i ndodhen në jetën e fundit të jetës së tij, inshallah shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala se ky person ka mbaruar jetën e tij me të mirë dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na dashon dinin dhe imanin dhe islamin në zemrat tona dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i ban zemrat tona ti urrejmë mëkatet dhe gjunahet dhe kufrin dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhennet el-firdaus. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon muslimanëve kudo që janë, kam t'ia forcon dhe me fitore sa më shpejt i gëzon safët e tyre t'i afron. Lutem Allahun subhanahu wa taala që ato të cilët kanë ndruar jetë, Allahu inshallah shahida i pranon, ato të cilët janë me hall dhe derë te Allahu ja leton. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu me xhennet el-firdaus që është problem për mundin dhe sakrificën që e bani, kohën që e ndani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah e shpëlbeft.